Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në Shkup, në Maqedoninë e Veriut, këtu ku edhe pak ditë do të zhvillohen zgjedhjet e 19 shtatorit, zgjedhjet lokale, të cilet ne i kemi përcjellur edhe zgjedhjet elektorale, që më shumë është flitur për gazën se sa për problemet dhe ankesat që i kanë qytetarët në këtë qytet. Dhe çka mendojnë qytetarët për këtë, sa janë të diskriminuar shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe po ashtu një mural i cili është dedikuar Nënës Terezë. Çka mendojnë për këtë, do t'i pyesim qytetarët në vazhdim. Po ankesat si çdo ka shumë ankesa, po është mirë politikanët i pas parasysh senet obligative kryesorët. Apo heqin si duhet? Po besoj që jo. 50-50. 70-30. A mendoni se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, sa mendoni që janë të lirë? Po besoj që jemi të lirë. 40%? 40% të lirë jena. Në 19 shtator janë zgjedhjet lokale këtu në Shkup, edhe në zgjedhjet elektorale, po ulane qëto. Në zgjedhjet elektorale kemi pa, na si gazetar që i përcjellemi, kemi pa që ma shumë është folë për gazën, se sa për problemet e qytetarëve që janë në Shkup. Tash ti si qytetari i Shkupit tregom, çka mendon që janë problemet dhe ankesat e qytetarëve? Po besoj që nuk ka ankesa, gjithkush e përkrah gazën këtu te ne. Është pa dyshim, jo veç ne, për gjithë botën të më përkrah gaza. Mendimi jam është ai. Sa i përket lirisë së shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, sa jeni të lirë? A jeni të diskriminuar? As pak. As pak nuk jena diskriminuar. Përkundrazi kena shumë hapësirë. Në gjitha vendet ku shkojmë, çka të bëjmë, këtë kena njëjtë, si më kanë shqiptar, si më kanë toka jonë është. E kam edhe një pyetje për moralin që është bo dedikim Nënës Terezë, që është bo këtu në parkun e qytetit. Çfarë mendimi keni për atë moral? Mendim pozitiv. Ju ka pëlqyer? Më ka pëlqyer, po. Më përmeshami po e ke fjalën, po. Më ka pëlqyer. Sa mendon që janë të lirë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut? Shqiptarët e Maqedoninë e Veriut janë të lirë sa kanë punu. Sa punon, qa kije. Nëse punon, kije ma shumë. Nëse s'punon, s'kije ma shumë. Ata s'kanë lip, sa kanë lip që atë kanë marë. Me lip drejtet e veta, me shku në shkollë, me punu, me shku në shkollë. Jo veç mu martu, li bo dë punë shka zbohen, do të mu rrit njeri para se me martu, do të me mendu ndrishe, me ndrishu këtë veshën. Politikajt e Maqedonisë, por mendimin tem, punojnë për gjepat, nuk punojnë për poplin, me folë që realitet. Edhe shqiptarët mu më dukën këtu shumë thjesht, nuk e morin programin me lexu se shaka, po vetëm ne e më në shkojnë. Punë që jakshirin heq, e ka pasrua borën në shpijës ajo. Ade? Po veç, mos anej mas dimujve dasën e vikasin, kje kështu, kje ashtu. O zotri mu se voto, pa e di se shka po merë. 20 vete keni pasë Eliamajtin, tesh du njëtë zotit s'ka ba. A la paso zjedhët e shqiptarët këtu, ose në Kosovë, këtë thësh, janë nisin e bërtasin apo parlament. Ti s'ki bo, ti s'ki bo. O zotri po t'i kanë 20 vete, shka ki bo? Shka ki bo ti? Rrugë të në hejtë, që shkoj me kërë, troshit është be ka shqiptarët, o zotri, be prish kajrën për një ditë. Shumë. Këshira, mu vend kesh veç këto shqiptarët e Maqedonisë, po mdoa këtë, nuk po tim popli shka me lip. Tash gjithkund të dim si po ecë politika, let fitoj maj miri, let themi mirë, po situata atje në Palestinë është situatë më vete. Na që jemi muslimane dim, edhe i përjetojmë normal bashkë me ata. Uroj që edhe atje të regulohet sa më mirë, po politikën nuk e heqim dot. Normal, kjo është përditshmëria jonë. Sa mendon se janë të lirë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut?
mirë, në varësi edhe vetë pak si e bën jetën, jo vetëm politika po ndikon. Unë për vete nuk jam e cënuar, po jetoj mirë. Du me ta bë një pyetje komplet jashtë tematikës. Po? Këto në Shkup është bo një mural për nënën Terezë. Çfarë mendimi ki për atë mural? Nuk e di në varësi sepse po jetojmë shumë kështu, le themi etni në shtetin tonë, edhe nuk i dihet kush e ka bërë, me çfarë qëllimi e ka bërë. Mirë po, për ne është figurë e shuar edhe do ashtu si e kanë treguar të moshmit, le themi, ose si po e tregon historia ashtu dhe mbaj mend. Pavarësisht çfarë bëjnë këto grafitet e kështu me radhë.